Këshilli gjyqësor mbeti zyrtarisht me një antar më pak pasi i përfundoi mandati Vesna Damevës, e cila ka qenë në këshill që nga viti 2019, si antare dhe më pas si kryetare. Dameva nuk ishte e disponueshme për të komentuar përfundimin e mandatit të saj, i cili nga ana tjetër është ndjekur në vitet e fundit nga një sër polemikash, si dhe akuzat e saj për presione politike, kur u tërhoq nga funksioni kryetare një vit më parë dhe vazhdoi të vepronte si antare e këshillit. Në dhjetor 2019, me propozimin e kryetarit të shtetit Stevo Pendarovski, Vesna Dameva u zgjodh antare e këshillit gjyqësor për një mandat 6 vjeçar dhe 3 vjet më vonë, pikërisht në mes të mandatit të saj, ajo u zgjodh edhe si personi i parë i këshillit. Megjithatë, vetëm një vit më vonë, në prill 2023, me kërkesë të zëvendësit të saj të atëhershëm Selim Ademi, këshilli votoi mosbesimin ndaj saj. Pra, Vesna Dameva u shkarkua si kryetare e këshillit gjyqësor. Pas shkarkimit, Dameva u ankua në gjykatën administrative me arsyetimin se shkarkimi i saj ishte i paligjshëm. Gjyqtari Sashko Georgiev, i cili shërbeu si kryetar për 8 muaj, më pas zuri vendin e saj para se gjykata administrative të vendos në favor të Damevës, edhe pastaj ajo u kthye në drejtimin e këshillit. Megjithatë, më 2 dhjetor të vitit të kaluar, pas reagimeve nga ekzekutivi dhe kritikave se këshilli punon edhe nën direktivën e ish pushtetit LSTM dhe BDI, Dameva vendosi të japë dorëheqje nga ky post në mënyrë të parevokueshme. Në një deklaratë për mediat në atë kohë, Dameva tha se ishte përballur me një fushat të errët kundër saj, por se ndërgjegjen e kishte të pastër. Pas kësaj, Dameva ka vazhduar të punojë në këtë pozitë deri më sot, deri në përfundimin formal të mandatit të saj si antare e këshillit gjyqësor. Me largimin e Damevës, këshilli gjyqësor vazhdon të punojë me 9 antar, pasi Selim Ademit i përfundoi mandatin në fillim të këtij muaji. Zëvendësi i Damevës në këshill do të zgjidhet nga presidentja e vendit, por në fillim të këtij viti, Selianovska tha se do ta presë ligjin e ri për këshillin gjyqësor dhe më pas do të paraqesë propozimin.